Mirdita, data 15 korrik 2026. Po bëj këtë video nga një park këtu në Romë. E të flasim pak për ato dy lajmet kryesore. Njëra është natyrisht e protestave, të cilat vazhdojnë, është dita e 45, a e 46, nuk e di numrojnë ditët e protestës. Dhe lajmi tjetër i deklaratës ministres së Serbisë, nuk e di e themi me mirë emrin, Snezana Paunikov, diçka tillë, ministre e qeverisë së Serbisë, e cila bëri një deklaratë të cilën shqiptarët, nacionalistët, ekstremistët dhe quajtën deklaratë të tmerrshme. Çfarë tha kjo ministre? Do ta filloj nga këtu, pastaj flasim për protestën. Kjo tha, e para herë duhet marrë gjithë çfarë tha ajo, domethënë gjithë diskorsi. Nuk tha ndonjë gjë kush e di të çuditshme, që domethënë këta tani e tmerrshme, serbët kështu e këto po na bëjnë këtë. Ajo tha, bërë një ligjërat ishte më të gjatë se sa ato dy fjalë që japin këta, sepse këta japin vetëm dy fjalë, që ajo tha, po të isha me vend të Miloševićit në 1998, do të kisha bërë një pastrim etnik të gjithë shqiptarëve nga Kosova. Të gjitha, diçka tillë, një pastrim etnik të thellë nga Kosova. E parë kështu me fjalë duke sikur ajo nuk tha të t'i vrisja, në të vërtetë. Tha do bëja një pastrim etnik të Kosovës. Pse e tha këtë ajo? Sepse kjo ministre mbi të gjitha është nga Peja. Ajo ka lindur në Pejë, është një serbe e minoritet shqiptar, kosovare, që ka lindur në Pejë. Dhe nga Peja kjo është dëbuar nga Peja. Është dëbuar nga shtëpia vet. Dhe këtë kam kuptuar. Edhe natyrisht kur tjetri të dëbon nga shtëpia, ti ke këtë reaksionin negativ. Thot ti më largove nga shtëpia, duhet ta kisha bërë unë përpara, që kisha larguar unë ty nga shtëpia. Por të besova se do flisnim, dhe hangra unë me fjalë. Në kjo është ajo, është një reakcion që ajo ka ndaj asaj që ka ndodhur në Kosovë. Problemi i Kosovës është shumë i gjerë, shumë delikat dhe nuk zgjidhet me këto nacionalizmet ekstremistë. Qoftë nga të Serbisë, qoftë të Kosovës, që i fryn zjarrit, por jo nga Serbia aq shumë se sa i fryn nga Kosova, natyrisht, sepse shteti i Kosovës fantazm u krijuar mbi bazën e këngëve të Ilir Shaqirit, të nacionalistëve, me muzikën ekstremiste, të ngacmimit të këtij sentimentit të gjuhës shqipe e të përkatësisë etnike. Pra, të kësaj pastërtisë naziste, do ta quaj unë. Domethënë, kështu u futën kosovarët në këtë propagandën e pastërtisë naziste. Ne këtu janë trojet tona dhe këto duhet i banojmë neve dhe serbët duhet largohen nga Kosova. Po t'i kthehemi pak, jo shumë i se s'dua ta zgjas dhe shumë këtë, se unë kam bërë dhe video tjera, por çfarë thonë, janë disa gjëra që janë kryesore. E para, se si lindi konflikti në Kosovë. Konflikti në Kosovë lindi duke shfrytzuar natyrisht mbylljen e kosovarëve, duke shfrytzuar këtë sentimentin nacionalist, gjuhësor, dhe në përgjithësi lindi me depërtimin e organizatave tuaja. Pra këtyre organizatave, të cilët po bëjnë lëmshë edhe Tiranën tani. Organizatave që nga kjo OSBE-ja, gjitha ato që quhen organizata ndërkombëtare, që janë o të agjensive të OKB-s, po themi, të Europës, apo të këtij kapitalizmit bashkuar, apo imperializmit bashkuar. Mos harroni që në kapitalizëm, njeriu për njeriu në shtuq, është në bazën e, nuk e ka thënë Lat Kosuri për të parë. Tani ky sistem që në bazë ka këtë frazë, njeriu për njeriu në shtuq, si mund ndërtoj, si mund të quhet tani që demokracia është gjë më e mirë, sepse demokracia e mban këmbë këtë sistem vërtet.
Dhe thuhet që demokracia, vlerat e perëndimit e tjera, si mund të quhen vlera këto, kur njeriu për njeriu në shujt, ku i forti e mbyt të dobtin. Është gjëja më krudele, më e ashpër që mund të ketë njeriu, që ti ta mbytish tjetrin, pse ai është më i varfër, pse është më i pambrojtur, më i dobët, siç ndodhi këtu në Itali, një sipërmarrës, një racist, një fashist, e kapi një person të dëshpëruar emigrant dhe e goditi me grushta etj, nuk e di pat me këto pamje. Edhe një pjesë e mirë e njerëzve mirja bët, domethënë këtu është tamam e pozicionit fortit mbi të dobtit. Domethënë që jemi në një fazë tani që i dobti duhet eliminuar, sepse këta e kanë në historinë e tyre këto globalistët e amerikanët. Dhe gjë më e çuditshme kur të mësojnë amerikanët të japin këshilla për gjenocidin, kur ata kanë bërë gjenocidin më të madh në historinë e njerëzimit. 50 milion indianë të Amerikës, ata i shfarosin, i zhdukën, mos flasin për bombat e Hiroshimës, Nagasaki. Kjo është historia. Dhe ata vinë tani dhe thonë Miloševiqi do vriste shqiptarët. E thonë këta që kanë vrarë, jo aq se s'ka vrarë Miloševiqi. Që Miloševiqi për mua më shumë ka bërë një luftë mbrojtëse për të mbrojtur Jugosllavinë. Domethënë nuk ka bërë Miloševiqi krime në kuptimin dhe si doli asgjë në gjykatën ndërkombëtare dhe për këtë dhe e vranë pastaj fund fare. E panë se nuk e arrinin dot ta dënonin dhe eliminuan fizikisht, se kjo është e vërteta, propaganda është tjetër gjë. Pra kjo ministja serbe thot, në 1998, po të isha unë vend Miloševiqit, do të bëjë një pastrim etnik të Kosovës. Çfarë po thot? Që e quajmë kaq të tmerrshme. Po thot, ajo po niset nga rezultati, ajo pse po e thot këtë gjë? Po thot për dy arsye. E para thot si ka mundësi që këta shqiptarët Kosovës, të cilët me të mirët dhe me të këqijat e tyre kishin jetuar në historinë e tyre, kosovarët, shqiptarët, kanë patur vetëm një shtet kanë patur në historinë e tyre, Jugosllavinë. Fillim kanë qenë me mbretërinë e Serbisë, por pastaj që Jugoslavia. Dhe unë e konceptoj kështu për veten time, kur ti bën pjesë në një shtet, shteti ka ato të problemet e tij, natyrisht të shtyp, ti do të ngrihesh ku në shtypjes. Por në kuptimin e integritetit pastaj të rendit publik, kujtun, domethënë që të mos degenerojë situata, ti duhet ta mbrosh, jo të krijosh destabilizim. Sepse ti je qytetari i atij shteti, një lloj si edhe në Maqedoni. Shqiptarët atje e kanë për turp quhen shtetas Maqedonisë. Ore je shtetas i Maqedonisë. Ke të parën ke shtetësinë, pastaj ke kombësinë. Pastaj ke gjuhën. Këta kanë futur gjuhën të parën dhe shtetësinë se quajnë fare. Shtetësia është kryesore, se shtetësia është e lidhur me detyrimet dhe me të drejtat që ti ke në një ambient ku jeton, ku punon, ku ha, ku pi, ku kontribon, ku të shtypin, ku mbrohesh nga shtypja. Pra, shqiptarët e Kosovës nuk e bën këtë gjë. Shqiptarët e Kosovës nuk është se u ngritën ndonjëherë për drejtat e tyre dhe të luftonin që Kosova të zhvillohej gjatë Jugosllavisë etj, po u morën vetëm me propagandën e nacionalizmit, që ne jemi këtu historikisht, serbët janë të ardhur etj, u morën me këto prallat. Edhe ndodhi ajo që ndodhi në vitet 1990. Ministrja Snezana Panuković, si quhet, ajo analizon aktualitetin e sotme, analizon atë konsekuencën, pasojën që e politikës së butë Miloševiqit. Domethënë e thot, pasojë e butë e Miloševiqit, e cili nuk e mbrojti Jugosllavinë me vendosmëri, pra me çdo kusht, pra mund të bënte edhe pastrimin etnik të një pjese për të mbrojtur integritetin e Jugosllavisë, sepse kjo ka ndodhur në histori, nuk është se është edhe pavarësisht është e dënueshme nga këto traktatet internacionale, por këto traktatet i bëni forti dhe ato. Por ka ndodhur, se ka ndodhur me shkëmbimet e popullsisë midis Greqisë dhe Turqisë. Dhe stabiliteti në një komunitet është shumë i rëndësishëm. Kur ti shef që një zonë është shumë nuk është stabile, do gjesh një zgjidhje, o do të japësh të drejta, të cilat Miloševiqi ja jepte në vërtet.
mendoni, ai ka financuar për Universitetin e Prishtinës shumë më tepër gjatë kur u ngrit në Kosovë se sa financonte për Universitetet e Beogradit. Më shumë para hidhte aty për t'i qetësuar, për gjetur një zgjidhje, pa ata nuk dëgjonin. Pra do të thënë, si do ta rregullosh si të vend të nxehtë, si do ta manipulosh? Si do ta manipulosh? Si do ta administrosh, se që lapsus. Si do ta administrosh? Që mund të shkojë dhe deri në masa shumë ekstreme, që s'janë të dëshirueshme, por që ti t'jesh i detyruar që një pjesë të popullsisë ta transferosh, se nuk tha ajo ti vrasim. Ajo thot, më mirë ti kishim hequr këta, sepse problemi është që shqiptarët e Kosovës, kur plasi lufta në 24 mars 1999, unë jam i fizikës dhe janë këto shkak pasojë, domethënë fillohet kauza efekto, thuhet në itarisht. Me fjalë ti, kur studion një fenomen fizik, nisesh fillim nga kauzat, nga forcat, pastaj shikon efektin, ato akceleracionet, nxitimi, shpejtësia, i studion më mbrapa. Po shikon kush është rast, ai shkaku i parë. Shkaku i parë janë bombardimet e NATO-s. Ai është shkaku i parë, i cili ndezi gjithë konfliktin. Se më përpara ishte konflikti kontrolluar. Do më thënë ishin shqiptarë në represion, jam dakord, në presion të madh nuk diskutohet, por si do që tjetë ishte në dimensione që nuk ishte degraduar, nuk ishte degeneruar në një dhunë që t'ju merrte jetën dhjetra mira njerëzve. Sepse unë vlerësoj jetën të parë, nuk vlerësoj, unë quaj njerëzit më të poshtër, ata njerëz, unë flas për shqiptarët, se unë shaj shqiptarët, se serbit duhet shaj serbët. Sepse unë nuk merrem me serbët, unë merrem me shqiptarët. Serbët duhet të shajnë njëri tjetrin, ne duhet të shajmë njëri tjetrin. Quaj njeriu më të poshtër, quaj atë që merr si kriter për të vlerësuar një tjetër, gjuhën që flet, vendin ku ka lindur, përkatësitë këto fetare, domethënë që i quan si gjëra, i ka si kritere bazë për të si thua, për të poshtruar një tjetër. Vendi ku ke lindur, racën, pra nuk ka gjë më të poshtër se sa nacionalistët, ekstremistët, si Merin Mema, Elene Kocaqi, dhe racistët. Nuk ka më të poshtër. Gjëni më është feqa e shoqërisë kjo. Kjo është gjë e më lumbi. Ju thash di për atë njeriu nga Gramsci, Alben Lalla, që ai e ndot atë mbiemrin që ka, sepse unë vlerësoj shumë Adriatik Lallën si njeri vërtet një gramshot që na ka nderuar, kurse ky e bën pis mbiemrin e Lallave. Ky që komente mbas komentesh në Facebook, duke marrë fotografitë e mia, edhe më kujton mua gjithë kohën për të më lënduar tragjedinë e vajzës time. Është tamam i poshtër. Ky që ngrej këto flamujt e nacionalistë. Mos ju besoni nacionalistëve, fashistëve, e nazistëve, çfarë këta me fjalë të racës pastër. Mos ju besoni këtyre, se historia ka treguar që këta janë shumë të rrezikshëm në momente të caktuara. Ta nuk kanë mëshirë për të varfrin. Ta duan të varfrin ta eliminojnë fare. E pat këtu në Itali, aty që tamam shpreha vetëm se është i varfër, s'ka shtëpi, etj, ky që ka të gjithë paratë, ka të gjitha e kapi dhe e shtrojnë tokë, e godise me grushta, dhe policia italiane nuk e arrestoi. Pra ky është sistemi që jetojnë. Edhe që të kthehemi pra aty, që bombardimet e NATO-s, që në momentin që fillon lufta krijon probleme nga më të shumtat. Sepse u bombardua Beogradi, u bombardu Kosova. Çfarë duhet bënin serbët? Çfarë duhet bënte qeveria e Miloševićit? Duhet flinte gjumë. Ajo ishte, akoma ekzistonte Jugoslavia në atë kohë. Ekzistonte Serbia, Malizi dhe Maqedonia ishin akoma të bashkuara. Nuk ishte akoma prishur gjithë Jugoslavia. Tani ky njeri si do të administronte të luftë? Meqense Amerikanët e NATO-ja që bën këtë luftë, gjoja e quajtur luftë humanitare, por ishte një luftë okupacionale, një luftë imperialiste për të ngritur bazën e Bonstelit dhe për të shkuar drejt portave të Rusisë. Për këtë u përdor Kosova, se nuk është se ju vinte keq kaq shumë
edhe ju vinë akoma keq ka shumë për shqiptarë, sepse e shohin çfarë po na bëjnë. Nuk po ju vinë keq, po na marrin gjakun edhe po na thonë që na ndihmojnë. Kjo është ajo që po, edhe këto shërbëtorë tanë, që nga politikanë, njerëz shoqatave, njerëz të administratave, njerëz bizneseve, këta thonë aleati strategjik, thonë Amerika, po na ndihmon, dhe turpi më i madh 45 ditë protestë në Tiranë, protesta me flamurin amerikan, me flamurin angles, me flamurin EUÇK-s. Për mua duhet hiqen dhe flamujt shqiptar. Ajo duhet të jenë protesta pa flamujin vërtet. Nuk ka pse të bësh protesta me flamujti. Ti po bën protesta ekzistence në kuptimin se po të shkatron kapitali. Po të shkatron kapitalizmi, nuk ke pushtuesin që ke sot ti në Shqipëri, është kapitalizmi i egër neoliberal, po lufton kundër atij. S'ka pse të ngresh patjetër simbolet nacionale. Duhet të grumbullosh gjithë njerëzit që janë të shtypur të ngrihen kundër atyre që shtypin. Është fare e qartë. Sepse kaloj nga njëra temë tjetër, sepse unë i shoh të lidhura në vërtet, por unë ja kam thënë dy janë gjërat kryesore në Shqipëri. Zhvlerësimi i valutës, i eurit dhe rritja shumë e madhe e çmimeve të importit. Këto dy pika janë kryesore. Këtu është grabitja më e madhe, 99%, pastaj është edhe 1% që është e korrupsioni. Po 99% që ne kemi këtu. Te zhvlerësimi i valutës, dhe thonë bëri tregu, thonë ishte tregu se po hyn shumë para, po ne nuk ashtu. Këtu kriminalja e vërtet, kriminalët e vërtet janë te Banka e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë është organizata kriminale kryesore, e ndërtuar nga këto organizata kriminale Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Këto janë kriminalët e vërtet që duhet të flasin njerëzit shesh. Që nuk flasin. Flasin kundër Amerikës, nuk flasin kundër NATO-s, nuk flasin kundër Europës, po do futemi në Europë neve. Ore, dini ju çdo thotë neve pa u futur në Europë dhe na kanë bërë gjak. Mendo po të futemi në Europë se çfarë shkatëllimi do kemi. Nuk ka parë të mirë Italia, Greqia, Portugalia, Spanja, po dhe vetë Gjermania me futjen gjohen Bashkimin Evropian. Janë bërë më të varfër njerëzit. Janë bërë më të varfër, kanë më pak shërbime publike, kanë më pak shërbime shëndetësore, kanë më pak shërbime të shkollat, kanë shërbime edukative. Do më thënë, ka rënë jeta, kanë më pak pensione, kanë më pak të drejta në punë, kanë paga shumë më të ulta se sa i kishin 1990 për krahasim me kostën e jetesës. Kjo është Europa që dal tani aty dhe me flamurin aty, lidhin flamurin shqiptar, flamur europian, flamur të NATO-s, kujtun flamur, ore çfarë janë këto protesta? Sepse këto protesta i bëjnë këta të poshtrit, shqiptarët servil, të këtyre organizatave të ndërkombëtare. Që ato janë të ligjshme, se ne i themi agent këtyre spion, por nuk janë spion, sepse këto shoqatat që veprojnë në Shqipëri, që janë 10 ramira shqiptar që janë të punësuar tek ata, dhe që janë qenë të tyre dhe do lehin, është normale, do lehin për ata. Kur bëhet një protest, thuhet kush e organizon, në pyetjen e parë që bëj, them kush e bën atë protest. Po e bëri Lat Kosturi, unë shkoj mbrapa Lat Kosturit. Ndryshe nuk shkoj në protest. Dhe të them kush e bën atë manifestim, kush e bën atë protest, është pyetje e parë. Pastaj, a do vinë shumë njerëz, a do vinë pak njerëz, etj, ajo varet nga kushtet ku ndodhesh, varet sa para ke, varet sa lidhje ke me njerëzit, sa të dëgjojnë njerëzit, ka shumë arsye ajo. Por nuk është puna tani të krahasojmë tani të grumbullohemi siç grumbullohemi në stadium, se çfarë po bëjmë ne tifozllëk aty. Domethënë këta tani, për shembull tani duket karakteri i kësaj proteste që ka degraduar komplet. Pse? Sepse tani është kohë pushimesh, jemi në korrik. Pastaj fillon gushti. Këta po e mbajnë akoma protestën dhe tani janë 100% vetëm të paguarit. Në protestë aty keni vetëm njerëz të OQ-ve tani, të OJF-ve. Vetëm njerëz të Sorosit. Këtë protestë po e organizon George Sorosi ose po i drejton. Po e organizon. Janë ata organizatorë. Domethënë Sorosi që ka krijuar Edi Ramën, Sorosi po krijon anti-Edi Ramën. Për të rrëzuar Edi Ramën, për të vendosur çfarë? Një gjë më të mirë apo një gjë më të keqe? Për të vendosur një gjë më të keqe. Pa diskutim. Pra se po i kap të dyja këto.
po kaloi prapë te Kosova. Atëherë shqiptarët, plasi lufta e NATO-s, NATO e pushtoi odhi bombat. Ne u gëzuam, sepse kemi qenë budallej në atë kohë. Unë i pari, kam qenë idiot, nuk kam kuptuar asgjë, sepse dhe informacionin se kemi patur natyrisht, po kemi qenë dhe trutthar dhe ne me të nacionalizmin. Po shqyqyr që unë jam shkëputur nga kjo. Dhe ka dhe të tjerë sigurisht që janë shkëputur dhe shpresoj që kjo të vazhdoj, që të kthehet, që shqiptarët të kthehen tamam te identiteti i tyre i vërtet. Identiteti i tyre i vërtet i shqiptarëve është ai i 1914-s, 1915-s. Kur Haxhi Qamili u ngrit me shqiptarë për të mbrojtur Shqipërinë atë kohë. Ai është identiteti, që aty duhet nisemi. Aty e kemi lënë, aty duhet kthehemi dhe të nisemi. Dhe pastaj ta rregullojmë, ta pasurojmë, problem tjetër, se është normal edhe gjëra ndryshojnë. Njeriu do ta mbrojë dhe fenë e tij nëse është besimtar. Mund edhe të konvertohet, kalon një fe tjetër, punë e madhe. Çfarë si ka? Ti fen mund ta ndryshosh. Por e rëndësishme është ta mbrosh në momentin që ti ke, sepse është kultura, është pjesa jote. Jo të mbrosh gjuhën e të mbrosh këtë. Gjuhën është gjuhë. Nuk ka nevojë gjuhën e ke në vete ti. Do mbroj gjuhën. Çish ta mbrosh gjuhën? Gjuhë është mjet. E ke në gojë, nuk kanë çfarë ta bëj, vetëm po ta prend gjuhën. Se thonë do ishte zhdukur gjua shqipe, si ka mundësi që su zhduk gjua shqipe? Sepse gjua shqipe, dhe para këtyre kalemxhinjve të rilindjes që e shkatruan Shqipërinë, se këta na e fusin të vllavrasjen, to rilindasit, rilindja kombëtare tashmë rilindja e resat. Këta po na shkatrojnë. Rilindja e re, por rilindja është me këto shoqatat, me Sorosin, nuk është vetëm Partia Socialiste. Janë gjithë dhe këta të sheshit, janë të rilindjes. Janë të rilindjes, por nuk janë të Partisë Socialiste, po me rilindjen edhe këta. Gjua shqipe ekzistonte edhe më përpara, dhe madje shkruheshin libra, poezira, letërsi, histori, filozofi, shkruheshin libra. Vetëm që gërmat nuk ishin këto gërmat latine që kemi sot, po shkruaj shqip me gërmat të tjera, po çfarë si kanë gërmat? Ka që rëndësi që ati, për shembull, hekurin në kimi ne shkruajmë fe. Mund ta shkruajnë he ata. Edhe heliumin të vjen një tjetër. Çfarë do ndryshon ai? Prap hekuri do ishte. Pra do të thënë gjua shqipe nuk është se na e sollën rilindasit gjua shqipe. Gjua shqipe ekzistonte. Rilindasit vetëm e bën çorap me kongresin e manastirit, që i nxorën shqiptarët për i ditë i bën gjithë analfabet. Sepse donin ishte një akt politik që ta vinin Shqipërinë nën kthetrat e imperializmit perëndimor, për ta shkatruar fare, sepse e shohim se ku na çuan. Nuk po shohim që po zhvillohemi, po zhvillohet një konsum me këtë ide, po shkatrohemi në të vërtetë. Edhe shqiptarët, pra Miloševići në vitin 1998 është normale do bënte gjithë operacionet e detyrueshme, sepse po të bombardojnë, çfarë do bësh? Si do përgjigjesh? Si do mbrojsh popullin? Si do mbrojsh vendin? Dhe populli serb ka treguar dinjitet ose qeveria e Miloševićit, sepse të luftosh me NATO-n për 78 ditë. Për 78 ditë është vërtet vetëm një popull me orgolje, me dinjitoze bën këtë, si janë serbët, se nuk e bëjnë shqiptarët. Shqiptarët e dim shumë mirë edhe se si kanë reaguar ndaj pushtuesve. Shqiptarët shkojnë mbas të fortit, mbas më të fortit, dhe kjo është gjëja më e poshtë që ne kemi. Që neve kemi paradokset, siç e thot ai Imran Hysejni, që mendoni kosovarët një vend muslimanësh që bashkohen me më të fortin, me Amerikën, që Amerika vret, godet, bombardon muslimanët e tjerë. Do të thonë kjo është në planetin tokë, nuk ndodh. Pra është një skandal që ne pasaj mburremi kot në vend që duhet na skuqet faqe, duhet turprohemi, sepse jemi njerëz pa dinjitet. Njerëz që bashkohemi me të fortin dhe hiqemi patriot, pasi ngrejmë flamujt, kur shohim kush po fiton. Shkojmë mbas fituesit. Dhe themi bravo, bëm zgjidhjen e drejtë se po shkojmë mbas fituesit. Po shkojnë ata pak njerëz, se më në elita, se populli shtypet, se popullin e manipulojnë me këngët e Ilir Shaqirit, me këngët e Kudjun, të gjitha këto të Adem Jasharit dhe këto pisloqe që kanë ndërtuar. Edhe
Edhe çfarë thuhet tani? Na konsiderohet si pasimit nik thot 800 e ca mijë kosovar u larguan nga Prishtina, nga Kosova, u larguan, u dëbuan thuhet nga Kosova. Qysh u dëbuan këta njerëz tani? Po themi që Serbia i largoi me forcë. Dhe njerëzit s'donin të largoheshin. Po më thoni ju një luftë, kur fillon një luftë që qeveria që është në vendin që pushtohet, para e pushtuara, ajo qeveri që është përgjegjëse, që nuk i largon njerëzit civil, sepse po fillojnë bombardimet, fillojnë lufta, vritesh. E para njerë, Miloševići për t'i largur shqiptarët kisha arsyen sepse popullsia shqiptare bashkohej me NATO-n, bashkohej me armikun. Do të thënë, çfarë do bënte me këtë popullsi? Do ta linte aty që këta pastaj të bëheshin kontingjent i NATO-s? Është normale do merrte i masë dhe do t'i transferonte, por nuk i vrau ai. Ato janë pastaj grupe që lindin gjatë luftës dhe po të shihni, më shumë shqiptarët akuzojnë dhe njëri tjetrin. Akuzojnë për vrasjet që kanë bërë me njëri tjetrin. Akuzojnë në këto gjykata ndërkombëtare. Edhe aty ku po është Hashim Thaçi e tjerë. Gjithë ata që akuzojnë janë shqiptarë. Pra, do të thënë unë tani, akuzoj se një shqiptar më ka vrarë, ose më ka vrarë njerëzit e mi aty, dhe tani do të më quajnë mua anti-shqiptar, pse unë po akuzoj një shqiptar që më ka vrarë. Pra, sepse lufta ka këto dhe të doptin e shfrytëzon më lehtë. Të varfrin e shfrytëzon më lehtë, të doptin më lehtë. Njeri që s'ka patur një traditë të solide e manipuluar më lehtë. Pra, u larguan njerëzit nga Kosova, u çuan më shumë erdhën më shumë në Shqipëri, 800.000 veta, po domethënë ka thonë e shtojnë pasaj 1,5 milion. Këto numrat pasaj s'merren vesh. Një i thot me një mënyrë, një një tjetër. Erdhën një pjesa më e madhe në Shqipëri dhe disa në Maqedoni. Atë që bëri qeveria, edhe sikur me forcë ta ketë bërë, që i ka larguar me forcë, unë e konsideroj gjën më të mirë që ka bërë për popullin e Kosovës, sepse e ka shpëtuar nga vdekja, sepse ishte luftë, ti s'mund të rish në vendin ku do ketë bombardime. Domethënë, aq më tepër thashë pjesa më e madhe e kosovarëve do bëshin kontingjent nga ana logjistike për të mbështetur armikun e Serbisë, pra NATO-n. Kështu që ata kanë patur arsye, nuk mund të thush që dolën. Madje ata po ta vini re me kujdes, po ta shohësh me gjakstotësi, pavarësisht propagandës që bën Perëndimi, se Perëndimi e shohin çfarë propagandë bën kundër Rusisë, kundër Iranit, e kundër gjithëve me fjalë pjesës tjetër lindore. Por po ta shohim me kujdes, ata madje jepnin edhe parat për karburantin. Domethënë shkonin, largoheni, pas e përdorin, thoshin, hajde tani do ju mbroj NATO-ja, është normale, ajo është luftë. Aty kasat duar zhdukun, i largoheni, se ju na prut NATO në këtu, na shkatëruat Jugosllavinë, na bën, është normale ajo. Por do më thënë, veprimi që ata bën, përveç këtyre pas e krimeve, që ato janë krimet luftës, aty s'merret vesh se në luftë, me fjalë, në luftë nuk kanë vrarë pak shqiptarë që kanë vrarë shqiptarin, sepse donin të plotsonin numrin këta, mos harroni. E këta e thonë hapur, duhet të vritin, gjëja si u pas ka thënë atë me shraj, duhet të vritin një 5.000 kosovarë që bota të sensibilizohet. Me thënë, këta kanë patur objektiv të vrasjen e shqiptarëve, që të plotsojnë numri, që të krijohej shteti i Kosovës, se pa të vrarë nuk krijohet shteti. Mendoni se çfarë marrëzie që është bërë, që ne kemi besuar, dhe unë e kam besuar fillim, sepse kemi patur trurin të mbyllur. Tani arsyetojmë ndryshe. Edhe ishte pra kjo quhet sfolamento, domethënë sfolati, refugjat, gjithë andej në luftë, me fjalë kur plasin luftë, ikin refugjat, largohen njerëzit nga lufta, nga vendi ku bombardohet, është normale, me shpresën për të rikthyer prapë aty. Bombardime, lufta ka problemet e veta. Nuk ka luftë të mirë, luftat janë gjitha gjëja më e keqe që mund të ekzistojë. Pastaj çfarë ndodhi? Mbas 78 ditësh, pothuajse që të gjithë kosovarët, natyrisht ka patë dhe që ka e nikur emigrant, po të gjithë shqiptarët e Kosovës u kthyen në shtëpitë e tyre. U kthyen në Prishtinë, u kthyen në Prizren, u kthyen gjithandej. Vajtë u kthyen në vendi shkatërruar nga lufta, me shumë viktima. I dim këtë. Nuk është problem se do na i thonë këta nacionalistë, do na i thotë Marin Mema e Aleni Koçaçi këtë gjëra. Dhe sigur neve na vi ka keq për të vrarët.
Patjetër, mua më vjen keq për çdo të vrarë, nuk ka rëndësi pse është i vrarë shqiptar apo është i vrarë serb apo është i vrarë italian. Për mua njerëzit nuk duhet vriten, edhe për ushtarin unë ndjej keqardhje që të vritet. Që thonë ushtari jo, sepse ushtari çfarë është ushtari? Ushtari është një gur kështu që dhe ushtari i ka dhënë jetën Zotit. Po domethënë jemi truri i njeriu të ngushtohet aq shumë sa nuk arrin dot të gjykojë. E humbet logjikën. Problemi pastaj rezultati final kush është? Rezultati final është që nuk ka një pastrim etnik mbi shqiptarët gjatë luftës, gjatë periudhës viteve 1990, sepse kosovarët që u larguan, po i quajmë çik me forcë. Ata u larguan prej luftës, po u larguan, u rikthyen përsëri në shtëpitë e tyre. Ndërsa mbi 200.000 tek 220.000 jepet numri serb, rom, të etnive të tjera, u përzun nga shtëpitë e tyre, me forcë, sidomos serb, dhe i larguan, ndaj thot kjo ministrja, si kishte emrin, Snežana Paunović, sepse ajo ka lindur në pej, thot më larguan këta. Ata do ishte më mirë të kisha largur unë. Dhe kjo është ideja. Thot këta njerëz që këtu dhe nuk donin, nuk luftuan asnjëherë që të mbrohet ky territor, të kujtun e tjerë, po duan që të vriten njerëzit, atë më mirë t'i largojmë. Pasqyrtimi i saj është i tillë. Pra mbi 200.000 të etnisë serbe, apo të etnive rom, apo etni të tjera, u larguan nën presionin e shqiptarëve të Kosovës, të tyre ekstremistëve natyrisht. Mendoni aty në Prishtinë, më ka thuar një kosovar, nuk e di atë gjohet më tani se ndërpritet zëri këtu tani. Do ta bisedojmë, ta vazhdojmë më vonë. Mirupafshim. Një telefonat.